deri mos që e kom përfundu në gjimnazin, kom qenë mirë. Po kom pas një lloj deformimi skolioz, në bashkë kryqëzor. Komenti, po. Që ka ndodhur me ty kjo. Këtë lloj paraqykimin kur më ka patu i dikun do jes pse është ka ndodhur ti je kështu. Po u besë se s'kom mujnë është ta krejt që t'ka dorë. Se edhe unë kom paramendon krejt në rëshjetën, po besë kam edhe për pike. Endrit Januzaj është një person me karakter goxha të fortë. Ai ishte i pathyeshëm përballë vështirësive duke u përballur me paragjykime të shumta. Tash e 5 vite është drejtuesi një organizate për personat me aftësi të kufizuar. Organizat kjo që mban emrin dhe mbiemrin e tij. I ftuar në emisionin Zoma i tregon më shumë rreth vetës duke përmendur sfidat me të cilat është ballafaquar. Në realitet, veç një shka po mundon që s'po bëj me realo, mu rikëthy në kompëmija që thojnë, ka unë ajo thojnë vetëm me lëviz. Këto kom një lloj pengë që më ka metë edhe po metë që jem të luftu vazhdimisht. Tjera të kom prit deri tash, kom një mu bukur shumë. Vitin 2024 kom mbyll shumë të suksesshëm. Jo ndalë ndim shumë njerëzve që nga pasë. Mysafiri vazhdon të tregoj se me mjeku në fjalë ka kontaktuar shumë vite më vonë, kur situata veç se ishte krijuar. Por a do të ketë një padi për krejt këtë problem që ja ka shkaktuar të riut nga Deçane? Kom dasht me veç që kom përgatit jeta me padit, po u vani u bak landa edhe këto procedura po shkojshin përmes ambasada. Ai është aktiv edhe në rrjetet sociale ku ndon me ndjekësit e tij momente edhe nga privatësia, duke përfshirë këtu bashkëshortën dhe 2 fëmijët e tij, vajzën 10 vjeçe e djalin 7. Në këto qaste të emocionueshme, Endriti nuk mund t'i përmbaj as lotët. I kam 2 fëmijë. Edhe kjo ka qenë arsyeja që fillim ka po pak, kam thonë jo s'muj, se jo familje, jo ato edhe është i farfrike që tjetëri nuk e din, po unë për shembull e mbrana trupit e komenti, po atë që ka ndodhur me ty kjo. Edhe unë nuk mujtë më përgjigjën, veç një herë ja kom që u vojzës, edhe mu asë një herë nuk ka pytë. Qoj për këtë qek unë kur asë një unë prej fëmijëve nuk ka pytë mu. Në fillim ka qenë e vështirë, po tash veç që jam pjek me këtë punë kanë marrë vesh pak mami. Endrit përmes kamerës në Zoom kuj do i kërkoje falja. Falje këshën, u vesh që bashkëtës. Se s'kom mujnë është ta krejt që shka dorët me. Se edhe unë kom paramendon krejt në rëshjetën, po vesh që kam edhe për pike. Të gjithëve do na interesonte të dinim sa ka përkrahur shteti për kontributin që Endriti vazhdimisht po jep. Me të thonë drejt, shteti pak.
Komuna, po, na kemi një kryetar shembull punë, Bashkim Ramos, ai prej fillimit ku pas përkraj. Prej ti shumë mirë, edhe i falenderoj shumë, po edhe njerëzit më kanë përkrah shumë, unë ndoshta nuk më asnjëherë me ja kthy me këtë mirë që thonë, po me fjalë mira më bën një mirë. Me po se s'kan rregull. Për fund, ai e dërgon një mesazh të jetë motivues për njerëzit që janë në të njëjtën situatë e që duhet patjetër të dëgjone. Mesazhi kryesor është veç me i përkro sa shumë persona si të ujëzume përkatësisht të tanë karrocë. I rrugë përkraj e mbështetje sa më shumë me pas një barazi edhe një integrim sa më mirë në jetë, është më e mirë për gjithë.